Ish ministri i brendshëm Sandër Leshaj në një intervistë mediatike për mediat e Irfan Hysenbelliut, njeriu që ka 20 milion euro borxh në shtet, ka folur lidhur me protestat dhe qeverinë ndërsa nuk ka kursyer sulmet ndaj kësaj të fundit. Siç duket, Leshaj ka zgjedhur të bëjë moralin nga dritarja e Irfanit për çështje që lidhen me politikën, taksat, tatimet apo detyrime. E të flasësh për këtë çështje në këtë dritare është njësoj si të bësh moral nga dritarja e një shtëpie me drita të kuqe. Gjithsesi, në intervistën për mediat e Fanes, Leshaj ka folur dhe për kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ku është shprehur se dorëheqja nuk është ndonjë dramë, por një lloj bekimi që njeriu përjeton në momentin kur koha është pjekur për të. Ndër të tjera ka folur dhe për protestat që po zhvillohen në kryeqytet, ku është shprehur se qytetarët janë në rrugë, ku tashmë duket se nuk ka vend për politikanët që paguajnë nga taksat e qytetarëve, ndërsa këta të fundit politikanët nuk dihet më se ku janë. Risjellim në vëmendje se vetë Leshaj është paguar me taksat e shqiptarëve dhe ishte pjesë e një sistemi politik për të cilin sot thot se tani duhet të ndryshojë. Shqipëria ka nevojë të ndryshojë sistemin politik që i ka sjellë gjithë anomalitë e këtyre dekadave, ka thënë Leshaj. Nuk dihet nëse kur ishte kapter në Partinë Socialiste, Leshaj ishte kaq promjedisit apo i hante flamingo të pjekura në tavolina kapterësh. Leshaj, i cili nga kapteri i PS-s e gjenerali i ushtrisë së vdekur u bë ministër i brendshëm, por që u shkarkua pas vrasjes së të riut Klodian Rasha nga një efektiv policie. Ndoshta Sandër Leshajt i mungon BMW-ja e tij luksoze që e bleu në kulmin e pandemisë, kur ishte ministër i brendshëm dhe qarkullonte me targa false dhe pasiguracion.